heqja e taksës për bizneset do ta përmirësonte edhe perceptimin për hapjet bizneseve, për operimin e bizneseve, si edhe mbështetja financiare me subvencionim të bizneseve të reja që do të themeloheshin. Sa LDK-s është, mendoj, prej listave më të mira që ka Komuna Malishevës. Në përmbajtjen e saj ka emra që janë të dëshmuar për shumë vite. Një pjesë e anëtarëve që janë në listë të kandidatëve kanë qenë edhe pjesë në legjislaturat e kaluara dhe kanë dhënë kontribut të mirë për asamblenë, për qytetarët e Malishevës. Edhe mendoj që është njëra prej listave që përmban emra të gjitha profileve, edhe i duhet, sepse një ekip, sikur që ka Lidhja Demokratike e Kosovës, do të kryente punën më të mirë të mundshme do ta bënte me ekipin e saj që ka në listë. Cilat janë shtyllat kryesore të programit, planit, zgjedhur programet që paraqet para qytetarëve, Lidhja Demokratike e Kosovës, ku do të fokusohet më shumë, në veçanti ju si asamblesë? Po prezantimin kryesor të programit të qeverisës padyshim që e bën kryetari, kandidati për kryetari i partisë. Mirëpo më shumë do të isha ndalur te pjesa e programit që kryetari ka përfshi te pjesa e ekonomisë. Edhe falenderoj kryetarin që njëra prej pjesëve të programit për ekonomi që është ai e ka përfshi në programin qeverisës për mandatin 4 vjeçar. Domthonë kam dhënë propozimin edhe më herët në kuvend komunal që bizneset komunale, bizneset që i gravitojnë në Komunën e Malishevës, të jenë të liruara nga taksa komunale për aktivitetet ekonomike që i kanë. Sepse gjatë viteve të fundit, para disa vitesh ka qenë e hequr taksa komunale, mirëpo këto vite të fundit, 2-3 vite të fundit, prapë është rikthy taksa komunale që ka të bëjë me aktivitetet ekonomike të disa bizneseve. Domthonë nuk janë të ngarkuara me taksë të gjitha bizneset, por janë disa. Mirë, për propozimi jemi dhe arsyetimi jemi që e kam bërë në atë kohë, tani më kryetari i partisë vetëm e ka përfshirë në pjesën programore, ka të bëjë domthonë me faljen, jo me faljen, por me lirimin nga taksa për veprimtari ekonomike. Domthonë të gjitha bizneset që punojnë në Malishevë janë që në vitin e parë do të lirohen nga taksa komunale. Po ashtu edhe në programin e qeverisës për ekonomi, kryetari i partisë ka prezantuar edhe pjesën e mbështetjes që do të bëhet bizneseve fillestare, startupeve. Kjo do të kontribuonte, sidomos heqja e taksës dhe kjo pjesë e mbështetjes për bizneset fillestare do të përmirësonte frymën ekonomike në Komunën e Malishevës, sepse jo pak biznese janë, të them, kanë pasur vështirësi gjatë viteve të fundit për shkak të punimeve që kanë ndodhur në qytet. Shumë rrugë kanë qenë të jo mirëmbajtura mirë, por ashtu të paqashme për qytetarët, dhe pikërisht këto biznese e kanë ndjerë domthonë barrën e këtyre investimeve duke i dëmtuar ato në aspektin e tyrave dhe të bërë biznes. Edhe një mbështetje që do t'i bëhej në këtë aspekt, ato do të lehtësonte punën e tyre në këtë aspekt. Do të padyshim që heqja e taksës për bizneset do ta përmirësonte edhe perceptimin për hapjet bizneseve, për operimin e bizneseve, si edhe mbështetja financiare me subvencionim të bizneseve të reja që do të themeloheshin eventualisht, do ta përmirësonte po ashtu biznesin, do të nxeste hapjen e vendeve të reja të punës për 3 tanë që presin për të punësuar,